Pranvera në Shllak konkuron stinët e tjera të vitit. Në fshatin Vukaj, nga ku dhe do të nisë udhëtimi ynë, detajet janë të vogla, por me njëherë të kapshme nga syri njeriut. Është bukur të udhëtosh sidomos në këtë stil. Rrugët e brendshme të Shllakut vërtet që janë të paasfaltuara, por makinat duhet të jenë pak më të larta e të forta për të ecur në atë relief shkëmbor apo kodrinor, ku vlerimi ende nuk ka zaptuar plotësisht vendin. Për të parë mirë bukuritë e Shllakut, duhet të gjesh ndonjë pikë të lartë ku dhe fushpamja është më e plot e më e gjerë. Udhëtimi u bë nga 4 persona. Vëllezërit Deda nga Bena e Shllakut janë emigrant prej shumë vitesh në Itali, konkretisht në Perugia të Italisë. Ata vendosin që të bënin një udhëtim në Shllak për të kujtuar fëmijërinë e tyre, vendin ku u lindën dhe u rritën. Vendosën që pas shumë vitesh të esin përsëri në gjurmët e fëmijërisë së tyre. Në Itali ata punojnë si marangos edhe me gur dekorativ. Lulet e para në Shllak tashmë kanë çelur, e mes tyre dhe bimësia e Krahnierit. Kjo bimë këtu në zonën e Shllakut e qushna Krahnier. Edhe nënat tona kanë përdorur si fshes për me fshi sofren, furren edhe me la enë asaj kohe. Ajo ka ngjyrë dhe formë tepër të veçantë, duhet të ngjitesh në lartësi të tilla që ta gjesh. Ka banor të fshatit që u adin vlerën bimëve medicinale dhe kanë nisur t'i tregtojnë për të siguruar sa do pak të ardhura. Qapa e livadit në Vukaj Shllak do të jetë ndalesa e radhës. Këtu kena arrit në qaft livallit, pjesë e Vukajve të Shllakut. Këtu fillon bjeshka Cukalit. Pamja këtu është vërtet mahnitse. Ndodhesh në pikën më të lartë të horizontit. Qava livadit ndodhet në fshatin në Vukaj Shllak. Dikur kjo fushë është mbjellë me patate, grur dhe thekër. Është fusha e dytë më e madhe në Shllak pas fushës së liqenit. Është një fushë me 10 hektar që në kohën e monizmit është shfrytzuar të imase. Shllaku nuk quhet vetëm për gështenjat apo bimët medicinale, këtu gjen edhe mjaft gur dekorativ. Pra zona e Shllakut, përveç prodhimit të gështenjave, ka edhe gur dekorativ që po tregtohet shumë vende të Shqipërisë edhe jashtë kufeve të Shqipërisë. Në mjaft subjekte private sot gjen gur në përmasa të mëdha që ja kanë shkullur natyrës në Shllak, dhe pronarët e tyre e tregojnë me krenari këtë gjë. Nuk mund të vish në Shllak dhe të mos provosh qoftë edhe për një herë të vetme ngjitje në majën e Cukalit. Për të shkuar deri atje duke sikur rruga është shtruar enkas me kaldrëm. Maja e Cukalit është maja më e lartë në zonën e Shllakut, 1723 metra mbi nivelin e detit.
Në majë të malit të Cukalit, në pikën më të lartë, ndodhen rënojat e kishës së Shën Palit dhe Shën Pjetrit. Kjo është kisha me lartësinë më të lartë mbi nivelin e detit në gjithë territorin e Shqipërisë. Në këtë kishë ka qenë traditë që ditën e Shën Palit dhe Shën Pjetrit të mblidhen banorët e shllakut për të parë meshë në natyrë e pas meshës priftin ndante livadet në përkositje, në përpjesim të drejtë mes banorëve, në mënyrë që të mos kishte konflikte mes tyre. Të gjithë shkëmbenin me njëri tjetrin pije si verë, raki, por edhe ushqime në shenjë të unitetit dhe paqes. Tu nollna në qafë tërës, që dera këtu arrehet mirë me foristrada. Nga këtu dhe drejtona në muajin e Cukalit, që nollet me nivelin e detit 1700 metër e sipër. Aty nollen edhe rënojat e kishës, qindra vjeçare, kisha Shën Palit e Shën Pjetrit. Temperaturat nuk janë të ulta e megjithatë në ngjitie të tilla sugjerohet një veshje lehtë dhe jo çanta të mbushura. Mjegulla, njeriu dhe natyra krijojnë një enigmë. Shpesh njeriu duket i vogël teksa sfidon natyrën. E megjithatë, kjo i jep forcë, gëzim e vlerësim për jetën. Këtë ndjesi i kupton vetëm nëse vjen këtu. Bora është ende prezente. Nga këtu t'i jepet mundësia për të parë territorin e shllakut nga lart, duke sikur janë dashur shekuj të tërë për të krijuar këto forma interesante të shkëmbijve. Je shumë pra reve, ai sa e përjeton krejtësisht ndryshe shpejtësinë e lëvizjes së tyre nga kjo pikë e lartë. Zbritja do të vijoj pak me këmbë e më pas me makinë. Duhet pranuar se deri diku ato janë të depërtueshme. Rrugët këtu mund të jenë të ngushta, por jo si ato të Dukagjinit, që shpesh i shoqërojnë humnerat.
Për ata që vinë për herë të parë, i informojmë se rruga e makinës shkon deri poshtë majës së Cukalit, pastaj ngjitja bëhet në këmbë dhe zgjat rreth 40 minuta, ndërsa në zbritje më pak. Kur grupi zbriti nga maja e Cukalit, vazhdoi rrugtimin drejt fshatit Ben, që është rreth 2 orë në këmbë. Rënojat e kishës shekullore të Shën Palit e Shën Pjetrit duke sikur e veshin udhëtimin me mitiken e historive fetare. Mas këtij udhëtimi gjatë, jam shumë i lumtur, shumë i kënaqur që arritme në majën e Cukalit, siç e shihni gjinat e rënojat e kishës Shpalit e Shpjetrit që ka kënë dikur. Një kishë strategjike e bame në majet një kodre, majet një mali ku nuk mund ta i kishte imagjinu njëri një gjatë tillë, edhe e kanë ba. Është një vend shumë i bukur që shef 360 gradë, ju ftoj kush skalojnë në për zonë Shqipërisë, veriut, ta vizitojnë këtë vend, sepse është shumë vend i bukur. Mas historianëve, kjo kishë është e ndërtuar më e larta në nivelin sipër detit në Shqipëri edhe në Ballkan. Kjo është lulja e shafranit. Kjo gjinet në Cukal natyralisht. Është nga lulet më të shtrenjta të më, një kohë që kilja saj arrin të shkojë 25.000 deri në 30.000 euro. Me këtë lule bëhen parfume shumë të shtrenjta, përdoret për ilaçe edhe për me gatu ushqime speciale. Emërtimet e luleve këtu janë shumë të veçanta, kësaj i thonë lulja e shafranit. Udhimi ynë do të vijojë për tek lugina e Benës, mali i Pishës. Ky mali mrapanesh quhet mali i Pishës. E jetojnë 10 egra edhe është i preferuar shumë për shqiponjat. Mali i Pishës ndodhet në luginën e Benës, në fshatin Ben, dhe është i vetmi vend ku ka shumë 10 egra. Është tereni më shkëmbor i zonës dhe ka shumë shkëmbinj të lartë. Kjo lugin ka burime dhe është zona me burimet dhe ujë më të butë. Ka dhe shumë shpend të ndryshëm, por më shumë fëllëndza që shihen qartë kudo. Për shkak të ekzistencës së pishave të egra këtu, ka marrë edhe emrin Mali i Pishës. Fshati Ben ka ujvarën, ka shpellën e zezë që është disa kilometra e thellë, është edhe fshati me numër banorësh më shumë në shllak. Quhet për prodhimi masiv të hudrës, që është shumë e njohur, hudra e shllakut në gjithë bashkinë e Shkodrës. Njihet edhe për prodhimin e energjisë elektrike, pasi ka hidrocentral privat që prodhojnë energji elektrike. Ujvara burimi i lumit të Benës paraqitet para nesh madhështore. Ujrat këtu vërshojnë në disa degësime. Më në fund arritëm aty ku shohim duke buru lumi i Benës. Pra kjo ndodhet rreth 5 kilometra larg fshatit Ben. Është gjë rrallë sepse gjithë lumi buron në një vend. Shpella e zezë në Ben të shllakut përbën një surprizë të udhëtimit ton. Kemi të bëjmë me një shpellë të madhe, mbushur labirinthe, të cilat duhen eksploruar me mjete të specializuara.
e sa e kur si hepi shvet, i tu rrugë mirë, deri në këtu në natë. Ka rreziku shife deri tash kena ecë më shumë se 500 metrë, nuk e shpert. Nuk kena mundësi t'i ku më larg, edhe shohim se kjo ka shumë ujë gjatë kohëve të shinave. Siç një gjahet uji, vazhdon edhe poshtë nesh, që ka, dhe thot, ka nivele të ndryshme shpella. Muret e brendshme kullojnë nga lagështira e vazhdueshme. Mark Gjeka, i cili është edhe autori këtyre pamjeve me kamerën e tij, i shoqëron gjatë rrugtimit në barkun e shpellës. Ne benqorë të shllakut, i këtë shpellën njohim si shpellën e zezë. Edhe mendoj që askush nuk ka hi, i ka shpellë sa kena hi na deri tash. Do na me ba provë me hi, atë sa i kena mundësit edhe atrecatu edhe veglat ne, sa të mëna, po shohim deri ku na qënë. E pas këtij udhëtimi, gjatë të cilit jo pak kilometra u përshkuan, një ndalesë e vogël u bë në bar Shllaku që ndodhet në lagjen Dushk, pjesë e fshatit Kroni i Madh. Brenda tij janë elemente të traditës të ruajtura me fanatizëm. Ky ishte një udhëtim që zgjati për disa orë në krahinën e Shllakut, dhe ju e dini shumë mirë se kjo është një pjesë e vogël e bukurive që të ofron kjo zonë për t'i eksploruar. Ja pra, ky ishte dhe reportazhi që ne kishim përgatitur në Shllak. Besoj që kemi sjellë atë imazhin e bukur të pranverës, pasi në Shllak nuk duhet shkojmë vetëm në festën e gështenjave që është diku nga nëntori, por kemi edhe të gjitha sinjat e tjera të vitit, të cilat na ofrojnë bukuritë e pafundme të Shllakut. Rruga është e përballueshme, nuk mund të gjeni asfalt kurse si, po me një makinë pak të lartë, në atë rrugë që mirë mbahet herë mbas here, nuk është e vështirë, ju mund të shikoni këto pamje të mrekullueshme. Mos harroni dhe ecje në këmbë, të cilën ne propozojmë disa herë në udhëtimet tona. Ndiqni dhe segmentet saktuara me pushime të shkurtra, duke qëndruar edhe në Shllak një natë, që pasi gjitha nuk mund vizitohen brenda një dite. Banor ka në Shllak, do t'ju presin mjaft mirë, prandaj planifikoni, mos e humbisni pranverën në Shllak.